Falëndërime dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatët mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm. Në 4 hutbet e kaluara kemi folë për një temë shumë të veçantë, të cilën e kemi quajtur shkollë të veçantë. Kemi qenë duke trajtu dhe po vazhdojmë edhe me tutje ta trajtojmë shkollën e vdekjes. Dhe kemi quajtur si të tillë shkollë, sepse na vetë dison, na mëson, na aftëson, na përkujton, na zgjon, na këndell. Krejt këtu i ka kjo shkollë. Prandaj dhe meriton epitetin shkollë vdekja. Pastaj sepse të gjithë kemi hyrë këtë shkollë. Të gjithë, po dhe unë, bashkë me juve, dhe të tjerët, edhe ata që kanë vdek, edhe ata që do të vinë, do të hyjnë këtë shkollë. Allahu xhelle xhelaluhu nuk e përjashton asken nga krijesat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thot Allahu. Çdo njeri ka me shiju vdekjen. Pastaj na thot: "Qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum." Thuaju atyre, vdekja nga e cila po ikni, ka për t'ju godit, ka për t'ju ardhë. Pra, nuk kemi dyshje në këtë. Mirë po. Për shkak se është shumë e rëndësi, është quajtur shkollë, po të ndershëm vëllezër. E kemi quajtur të tillë edhe për faktin se kjo shkollë është shumë serioze, nga se fati ynë i përjetshëm mvaret nga cilësia e kësaj shkolle. Pastaj të ndershëm vëllezër, në këtë shkollë nuk ka provime falso. Këtu nuk të apim provimin pa kalu. Prandaj të ndershëm vëllezër, pra sot jemi gjallë, duhet me kënd kujdesshëm mu përgatit për këtë shkollë, sepse në këtë shkollë nuk t'i qesin punët e tjetrit. Nuk ka mundësi me t'i hup ty vlerat e tua, po edhe me t'i shtu ato që si ki. Andaj të ndershëm vëllezër, nga këtu pejgamberi alayhis salam ju drejtonte shokëve të tij duke ju thonë: "Ej ikhwani, limithli hadha al-yawm fa'iddu." O vëllezërit e mi, për këtë ditë përgatituni. Kështu ju thoshte shokëve të vet pejgamberi alayhis salam. O vëllezërit e mi, për këtë ditë përgatituni. Sidomos kur i varroste dhe përfundonte jeta dikujt, ja përkujtonte, sepse njeriu vëllezër, na tham, shpesh jetojmë në gaflet, në pakujdesi, mendojmë që jeta e muskujve, jeta e pasurisë, jeta e rinisë zgjat të jetën. Jo të ndershëm vëllezër, këtu janë të përkohshme, por gjithsesi duhet me qenë favorin tonë dhe në interesin tonë. Sot do të flasim për një etapë tjetër. Sot do të flasim për jetën e varr. Të ndershëm vëllezër, kemi folë 4 hutbe për para vdekjes, periudha para vdekjes. Sot do të flasim për pjesën e varr. Është jetë krejtësisht ndryshe nga jeta e kësaj bote. Pra të ndershëm vëllezër, këto tema nuk kapen me filozofi. Këto tema nuk kapen me diplomë. Këto tema nuk imagjinohen me pasuri, as me personalitet e me post. Këto dojnë iman edhe në nështrim. Ka thonë Allahu qështu, semjana u atana, e ndëgjun dhe i nështromi. Këto nuk dojnë filozofi, sepse e lodh vetin dhe devijan vetin. Jetën varr, vëllezër, veç Allahu që në ka tregu dhe pejgamberi alayhis salam. Prandaj, qysh e besojmë Allahun hak, e besojmë atë që ka ardhur. Të ndershëm vëllezër, krejtësisht është një jetë ndryshe nga jeta e kësaj bote. Ka standarde të veçanta dhe kritere të kujdes. Mundohna me i cek disa modalitete për të kuptuar se si është jeta në varreza. Të ndershëm vëllezër, jeta në këtë botë, trupi dhe shpirti janë të pandarë, me përjashtim gjumit. Jeta në varr, në momentin e vdekjes, shpirti del nga trupi përjetësisht, kur më nuk kthehet në jetën e kësaj bote. Her pas her kthehet në varr. Në jetën e kësaj bote vëllezër ka faza. Fazat e kësaj jete nuk janë të gjitha njësoj. Po e sjelli shembullin e fëmijët në barkun e nënës. Edhe ai jeton, po nuk jeton si na. Që i bie se është një jetë ndryshe, prandaj jeta në varreza është jetë, po është një jetë ndryshe. Pastaj të ndershëm vëllezër, në jetën e kësaj bote ka lodhje, ka sprova, ka vështërsi,
ka smundje, ka fatkeqësi. Pra, këto quhen lodhje, por jeta në varr për besimtarin është çlodhje, është shijimi i vlerave. Po mundohen në pikat shkurta në version shumë të shkurtë mi përcjell mesazhet profetike. Thot pejgamberi alayhis salam. Në momentin që vdes besimtari, i zgjerohet varri, sot sheh me synin e tij. E ka xhan, nuk i ka ngusht besimtari. I shtrohet për shtrojave të xhenetit. I vinë veprat e tij dhe e shoqërojnë në formën e njeriut më të mirë, shoqëruesit më të mirë, nuk e lan vetë. E pastaj, thot pejgamberi alayhis salam, i hapet një dritare dhe i sheh të mirat e tij që kam i pas në xhenet. Dhe thot, o Zot, bëne sa më shpejt kiameti. Që kjo është gjendja e besimtarit. Prandaj, vdekja për besimtarin nuk është fatkeqësi o vëllezër, është çlodhje, sepse fillon tash me i shiju krejt atu për çka u lodh, ama jo për gjithë. Për pa besimtarin dhe mëkatarin ka procedura të tjera. Thot pejgamberi alayhis salam, kur të vdes pa besimtari ose gjunaqari, i ngushtohet varri saqë eshtat i thehen. I vinë veprat e tija në formë trishtuese, trishtohet me veprave të tija. E pastaj i shtrohet për shtrojave të xhenemit. E pastaj i hapet një dritare, ku do të sheh me çka do të dënohet dhe thot, o Zot, mos e bën kurrë kiametin. Pra të ndershëm vëllezër, ajo për çfarë ne po investojmë dhe po lodhemi, shumë ja vlen o vëllezër. Vallahi po i betohem në Allahun. Na vetë sot knatësinë që e kem që vim në xhumë, relaksin që e kem që kjo nuk blihet. Nuk blihet kjo, përveç sevapit. Kjo nuk blihet kërkon. Përveç shpërblimit që e kem, e po si mos na shpërblen Allahu për dhe jetën në varr dhe në ditën e gjykimit. Gjithsesi, e ku është agjërimi në ditë e gjata, e të nxehta, e haxhi, e dhënia e pasurisë, krejt këtu, për atë arsye pra investo sepse ja vlen. Andaj të ndershëm vëllezër, faktet hyjnore dëshmojnë se në varr ka shpërblim dhe ka ndëshkim. Ka vujtje, po ka dhe përjetim të mirë. Përjetimin e mirë e bën besimtari, siç e cekum. Ndërsa për vujtje se ka, shumë ka fakte. Në suratu Ghafir, Allahu xhalla xhelalu thot: "Wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab." Familjen e Faraonit e ka përfshi një dënim i keq. "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya." Do t'i nënshtrohen zjarrit mëngjes dhe në mramje. "Wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'aun ashad al-'adhab." Ju thot Allahu me lasëm, kur do të bëhet kiameti, futni familjen dhe idhtarët e Faraonit në një dënim më të madh. Pra që i bie se pjesa e parë e ajetit i ka përfshi familjen dhe idhtarët pasues të Faraonit në një dënim i madh, i nënshtrohet dënimit mëngjes dhe mramje të gjithë dietarët islam kanë thonë kjo është jeta në varr. Pra ka dënim në varr për pabesimtarë dhe mëkatarë. Ndërsa ka shumë fakte të tjera, hadithe të sakta që flasin për këtë çështje, në mesin e tyre është hadithi që ka nxjerrë Imam Muslimi, ku ka dalë pejgamberi alayhis salam në Mekë, sa ka qenë me një grup të sahabëve me i vizitu varrezat. Dhe po i pyet shokët e tij, që sa vite janë këto varreza? Dhe po i thonë që këto janë varre të moçme, janë varreza të kahershme. Atëherë pejgamberi alayhis salam po i thotë: "Laula tadafanu le da'awtu Allah an yusmi'akum min 'adhabi al-qabr alladhi asma'u min." Sikur të mos varroseshit, do ta kisha lut Allahun që m'ja u bë të mundshme me ndëgju ju dënimin në varr të njerëzve që janë, që unë po e ndëgjoj. Pra hadithi është i saktë, vërteton thot pejgamberi alayhis salam që sikur të mos varroseshit, pra një prej urtësive të varrosjes është se Allahu xhelle xhelalu përveç që ruhet shejtëria e trupit, sepse njeriu edhe i vdekur është i shajt, duhet me ru. Pra është një arsye që Allah nuk na i mundson me ndëgju çka bojnë pra banorët e varrit, sepse ne nuk do të shijoni më jetë të kënaqshme. E thot pejgamberi sa sikur mos ishte kjo, do ta kisha lut Allahun me ndëgju ju dënimin e tyre që shpendëgjoj edhe unë. Ashtu një hadith tjetër në dy koleksionet e sakta i transmetuar për Ibn Abbasit, thot pejgamberi alayhis salam me një grup të shokëve ka shku te varrezat me vizitu, edhe e mur një shkop, një shtag, një deg të hurmës, e nda mënyrën vertikale,
Një pjesë të asoj dege vendoset të një varë dhe një pjesë tjetër të varri tjetër. Dhe tha, emma e haduma. Këta dy jënë duke u denu, por nuk jënë të denu për diçka shumë të madhe. Njani prej tyne është të denu në varë, sepse ka përgoju, i ka përgoju njerëz, dhe i ka përqa njerëz, ndërsa tjetëri nuk është rujt nga urinimi, Atëherë tha, po i vendosi këto degë që sa do pak t'ja u zbut dënimin deri sot thahen këto degë. Llogaritni në vendet arabe në shkretin, temperatura e lartë, sa i vyn kohë për me u tha një degë? On pyetje minuta. Pra janë të dënu. Që i bie shumë të prejnë argumente që flasin se njerëzit dënohen pra në varë e dikush janë mirësit sepse ka punu për te. Prandaj të ndershëm vëllezër, du ta kuptojmë edhe këtë për me përfundu pjesën e parë të kësaj hutbe, se varri është stacioni i parë i botës tjetër. Kështu ka thonë pejgamberi alayhis salam. El qabru awwalu manazil al akhirah. Ka thonë Muhamedi alayhis salam, varri është stacioni i parë i botës tjetër. Prandaj gjithmonë do të na kaploj kujdesi, po edhe friga, po edhe vëmendja, se mos vallë po na kaplon dënimi nëse nuk jemi të kujdesshëm, sepse pas ka edhe musliman që po dënoj kanë. Musliman përgojus, ke shpërdoru si mallit jetimit, ose tjetit, ose postit, ose dënohet në varë, ose pa kujdesia nga urinimi e të ngjashëm, rrugja e avretit e kështu me radhë. Atëherë të ndershëm vëllezër, kjo është arsyeja që pejgamberi alayhis salam thot Ibn Abasi, ja u ka mësu shokëve të vet lutjen me kërku mbrojtje nga Allahu prej dënimit në varë, sikur që ja ka mësu surët nga Kurani. Ashtu si që ja mëson të shokëve të vet surët e Kuranit, ja mëson të me lutë Allahun, o Zot, mbrona nga dënimi në varë, o Zot, mbrona nga dënimi i xhenemit, o Zot, mbrona nga sprovat e dëxhallit, o Zot, mbrona nga sprovat e vdekjes. Dhe ka preferu që lutje me ba në çdo tehijat, në çdo namaz para selamit. Të ndershëm vëllezër, i tillë ishte edhe pejgamberi alayhis salam. Të tillë ishin edhe sahabët, frigoheshin nga jeta në varr ose nga provimi i varrit. Po e ceki vetëm një thanje të një shokut të pejgamberit alayhis salam, i njohur për gjithë neve, Uthmani radhiyallahu anhu. Ka në argumente saktë se sa herë kalon te ka vorreza çante derisa i lagej mjekra. Dhe po i thonë, o Uthman, ti nuk po qanë sa herë përkujton xhenetin ose xhenemin. Pse po qanë kaq shumë kur përkujton natën e varrit ose jetën e varrit? Po thot, unë e kam dëgju pejgamberin alayhis salam duke thonë se varri është stacioni i parë i botës tjetër. Nëse e kalon provimin në varr, çdo gjë tjetër do të jetë më e lehtë për ta pastaj. Nëse nuk e kalon provimin në varr, çdo gjë tjetër do të jetë më e rëndë për te. Prandaj po çaj, se nuk e di, a do ta kaloj apo jo. Ky është Uthmani, për të cilin ka fol pejgamberi alayhis salam, e ka përgëzuar me xhenet. Vëllezër, kështu janë tut shokët e pejgamberit alayhis salam. Është friguar edhe vetë pejgamberi alayhis salam. Ka thonë, nuk kam pamje më të merruse, më të rishtuese se sa varri. Prandaj të ndershëm vëllezër, pra varri ndriçohet me namaz. Varri ndriçohet dhe zbukurohet me vepra të mira, andaj të ndershëm vëllezër, pra t'i kthehemi veprave të mira, të para përgatitemi, siç ju tha shokëve të vet, o vëllezërit e mi, përgatituni për këtë ditë, edhe ne të përgatitemi sepse në këtë shkollë do të kalojmë të gjithë. Allah na mundësohet që të jetojmë me besim dhe me iman, të përfundojmë jetën jonë me iman dhe ta kalojmë provimin natën e varrit dhe të kemi jetë të mirë në varr. Them këtë që dëgjuat, kërkoj falje për vetvete për ju, kërkoni edhe ju falje sepse Allah është falësimar. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, patjetër që për këto shkolla duhet me mësu, duhet me ndëgju, nuk duhet askush munin siklet, sepse kem me hin këtë shkollë, kem me përjetu. Më mirë është sot jemi të kujdesshëm se sot ta e befason dikon vdekja pa u përgatit. Andaj të ndershëm vëllezër, nga krejt kjo që u tha në pjesën e parë të hutbes, përfundojmë se kjo është edhe arsyeja që pejgamberi alayhis salam e ka përcjell një mesazh shumë unikat dhe të veçantë. Ka thonë, kuntu nehaytukum an ziyaratil qubur. Unë u apata ndalu vizitën e varrezave. Ela fazuruha, tani vizitoni për çka? Fa innaha tudhakkirukumul akhirah, sepse vizita varrezave u përkujton ahiretin,
ua përkujton jetën varreza, ua përkujton që keni me vdek, ua përkujton që keni me lënë mallin, edhe postin, edhe këtë dynjan. Po vëllezër, prandaj, përveç që e kemi sevapin e madh vëllezër, këtu me këtë apel po i drejtohuna juve që jeni në xhami dhe ata që na përcjellin përmes rrjeteve sociale. Kur të vdes i afërmi, kur të vdes miku, kur të vdes dikush, merr pjesë, sepse ki sevap gjenazën që ja fal, sa kodra e Uhudit me ari me qenë mbushur. Po mja përcjellë edhe kufumën të varrezat, sa 2 kodra. E përveç këtë kësaj, nalesh edhe mediton, unë nesër do t'jem vend tina. Unë do t'jem nesër në vendin e tina. Por kjo na bën me qenë më vigjilent, më të kujdesshëm dhe më të përgatitur. Lutim Allahun xhela xhelalu për fund të mirë, për pranim të veprat për vetvete dhe për ju. Allahu xhela xhelaluhu na i letoft sikletet e vdekjes. Po ashtu të kemi vdekje të mirë, jetë të mirë në varr. Ta e kalojmë provimin, ne, prind tant, jujt, pararësit ton, pasarësit ton, gjithë muslimanët. Lutim Allahun xhela xhelaluhu që ti të kalon nga ne dhe ju të gjitha sikletet, vështërsitë, borxhet, paknaqësitë. Lutim Allahun që na bashkon hajër edhe në punë të mira. Lutim Allahun për pranim të veprave dhe të na mbrojë Allahu nga zjarri i xhehenamit dhe nga dënimi i varrit.